Të nderuar shikues të podcastit Okult, mirëmbrëma. Jemi sot në emisionin e ditës së hënë, në fillim të javës, sëre që kemi nisur, të fundit të majit. Dëshiroja t'i kujtoja të gjithë ata që e hapin këtu kanalin dhe ende se janë bërë abonent të bëjnë një subscribe ke kanali që ju në ndihmoni ne ju ndihmojmë ju duke u dhënë informacione, analiza dhe video pa lek. Ju mjafton detyra tuaj është vetëm të ngrini gishtin kështu edhe pa lek një subscribe. Dua të kujtoj që ne kemi një gazetë online, një website, një faqe website që edhim nga këto njoftimet tona, aty keni dhe një rubrik ku janë të gjitha të listuara shumica në fakt e librave të shpistime botuese Helga Secrets, 100% non-fiction e vetëmja shpi botuese në gjuhën shqip, 100% non-fiction. Gjithashtu falenderojmë sponsorët tanë që dalin vazhdimisht në përkrahët tona, të cilët ndihmojnë në ecjen sa më mirë të këtij podcasti përpara. Gjithashtu dua t'ju kujtoj që kush do ta shikoj me titra mundet ta realizoj këtë dëshirë, sepse tashmë YouTube e lejon këtë mundësi. Sot jemi në një emision Okult Aktualitet, jam me mikun tim, me Kastriot Shqipin, me të cilin, si gjithmonë, dua t'ju kujtoj që unë s'jam thjesht një moderator, po jemi të dy bashkëbisedues të kujtesja u bëj dhe për emisionet e tjera se shumë njerëz tonë ti ke të drejtë bësh pyetje po diskutime. Ju kam thënë që për lehtësi, për të mos mbajtur një person tepër këtu të tretë që të bëj pyetjet, i bëj unë në këto pyetje, po njëkohësisht ju edhe në bisedë dhe bëjmë debate, jo vetëm me Kastriotin, por edhe me gjithë të tjerë të ftuar. Kastriot, mirëmbrëma, Mirëmbrëma. Ke ardhur në studion tonë. Sot dëshirojmë të flasim një çik në rubrikën aktualitet, si gjithmonë pak për situatën e brendshme post-zgjedhore, si analizon, si e shikon mbas tyre, si të thuash, protestave që ka bërë dhe mosnjohen që e rezultatit zgjedhjeve që ka bërë Partia Demokratike opozita, por dhe ekzistencën e opinionit i gjerë që zgjedhjet nuk janë zgjedhjet muajt maj. Është tradit që në muajin maj të shmenden këto mazhorancat dhe qeverit. Njësoj janë shmendur edhe në prill edhe në qershor. Po, sidomos në maj, dhe ky maj është si ogur i keq në fakt për këta që janë prerur për të vazhduar qeverisjen. Si e mendon ti, çfarë gjëra të reja ke konstatuar, si e mendon që është situata dhe si e mendon që do të jetë situata në të ardhmen e afërt? Në thelb nuk po shoh asgjë të re. Po shoh një përsëritje të një filmi që e kemi parë 2 herë me Lul Bashën, tani po e shohim edhe me Sali Berishën. Edhe kjo është për të ardhur keq, ndërkohë që rezultati i PD-s përkeqësohet nga zgjedhja në zgjedhje, vazhdon e njëjta retorik, nuk njohim zgjedhjet, e dim se çdo thotë nuk njohë zgjedhjet, është të gënjesh, të mbushësh një lukë, të përdorësh një lukë të zbrazur për të mbushur mendjet e ndjekësve të tu, e dim shumë mirë se si ka funksionuar me Lul Bashën dhe më vjen shumë keq që po shoh një Berish që nuk është më vetvete, po është Lul Basha 2.0, versioni më i ri i Bashës. Në 96 funksionoi në fakt. Mos njohë e zgjedhja. Nuk i kanë njohur, hyn në parlament. Nuk hyn në parlament, në momentin që hyn në parlament. Kush hyn në parlament? Partia Demokratike. Kur? Po hyri pas disa muajsh hyri. Më 96 në zgjedhjet e që nuk hyri Partia Socialiste, po thua. Si njoheti dhe funksionoi dhe u ripërsëritën zgjedhjet. Shkruaj zgjedhjet nuk u përsëritën sepse u akuzua Partia Demokratike për manipulime. Zgjedhjet u përsëritën se kaloi vendin kaos. Se ndodhi shembja e piramidave. Përndryshe aty do ishin. Pak muaj më vonë u përsëritën zgjedhjet lokale. Me ndryshim në rezultati, po fitoi Partia Demokratike. Edhe zgjedhjet lokale nuk u kontestuan nga Partia Socialiste. Po. Madje në Shkodër, tetorit. Madje në Shkodër fitoi djathta e bashkuar bashkit. Humbi Partia Demokratike. Domethënë elektorati ishte kaq i djathtë në Shkodër, sa Partia Socialiste nuk dilte as partia e tretë. Kështu që nuk mendoj se është ai krahasimi, po me këto humbjet e Lulit, po mund ta krahasojmë këto humbjet të Berishës. Shiko, kemi të njëjtën retorik. Fillojnë motivohen
6 muaj para do ta rrëzojmë, do ta fusim në burg, do ta ndryshojmë Shqipërinë, do ta bëjmë vend demokratik, do i presim duart atij që vjedh votën, do t'i dokumentojmë gjitha, këtë radhë të shkojnë në burg ata që blejnë ata shesin vota. Dhe çfarë ndodh pastaj? Pastaj zgjedhjet bëhen, më fal, se harrova edhe këtë. Kërkojnë edhe qeveri teknike. Nuk ka zgjedhje me Ramën kryeministër, do kemi qeveri teknike. Hyet në zgjedhje me Ramën kryeministër. Nuk do blejnë vota, i blen vota Partia Socialiste. Nuk do vjedhin, edhe për të vjedhur vjedh. Pastaj nuk e njohim rezultatin. Kjo qeveri nuk rrit, do ketë qeveri teknike, do ketë zgjedhjet parakoshme. Kjo punë zgjat derisa vinë zgjedhjet bashkiake. Pas 2 vjetësh harrohen të gjitha, ulen palët në tryez, bëjnë ndryshimet e kodit zgjedhor, siç u vjen për shtat 2 partive të mëdha, siç kanë bërë jetë e mot në 33 vjet, që nga viti 92, që është bërë ai sistemi mix, ka marrëveshje PDPS për sistemin dhe për gjitha rregullat e kodit. Dhe këtë do shohim edhe këtë radhë. Unë nuk i besoj këto rezultate, si nxorën këta, Partia Demokratike 500.000 vota, këta një 860.000, Partia Socialiste, dhe këto partitë e vogla janë 220.000. Unë bëra një në Instagram, një kështu qa quhet kjo, një kontroll kur votojnë njerëzit. Dhe unë kam në Instagram kam rreth 50.000 ndjeksa, nuk jam shumë aktiv ke Instagrami, rrallë kështu në një foto, në një gjë kështu për qef. Sepse nuk më pëlqen si rrjet social kështu, kupton, nuk s'më përshtatet, nuk më pëlqen. Edhe është për rinin më shumë. Edhe Instagrami e lejon të këtë, domethënë të bëjë një testi për këtë do votonin njerëzit. Unë në Instagram nuk di që të kem ndonjë mik real. Tash mund të jetë e vërtet që unë jam, domethënë kam ato karakteristikat e mia dalluese, për shembull, siç ka çdo njeri tjetër, tiparet e veta karakteriale, ideologjike. Dhe mund të kem njerëz që më pëlqejnë dhe janë në karakterin në tip domethënë të përafërt me mua, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse më ndjekin, dhe këtë se moj, një pjesë prej tyre. Dhe kam votuar në votim 24 orë ditën e premte, domethënë sa i bie 9. Para zgjedhjeve po. 9 deri në datën 10 në orën ditën e shtunë në orën 4 mbasditën, mos gaboj. Është mbyllur ai testimi që bëra unë aty. Edhe vura 3, Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partitë e reja. Se s'kam qef t'i quaj partitë e vogla, Partitë e reja. Dhe unë mendoja tash që Partia Socialiste do dilte e para, kupton? Se kështu kam folur edhe në biseda, po kam thënë që nuk do jetë ke kufiri 50% në mandatet. Kupton? Mund marrë 71, mund marrë dhe 68, 69. Dhe kur shikoj atje se dilin me emra, Kastriot Çipi votoi për këtë. Ky domethënë gjithë frencat që kisha në followers, atë çka quhen ata në Instagram, të gjithë dilte për kë votonin atje, kupton? Domethënë kishte votimi i hapur. Votimi i hapur. Dhe mi tregonte Instagrami. Edhe këte në kuadrati ansor nxirrte përqindjet pas çdo votimi. Kaq kë forcë. Dhe bura re që doli 40, votuan 7.000 veta afërsisht. 6.900 kanë votuar. 8.300 më thot nga regjia, djali që i ndoqi këto. 8.300 nuk janë pak, vëlla. Këta bëjnë kështu çka quhen këto exit polla, bëjnë me 1.000 veta. Edhe japin trendin nga dove. 8.300 nuk janë pak. Edhe kanë votuar 40% me indiferencë vogël, po vend parë partitë e reja. 40% PD-ja, po me numër votash. Ajo kishte 3.900 e ca për shembull 40, kjo 3.921. Prap 40%. Partia Socialiste nuk e kaloi asnjëherë për 24 orë 21%. 19, 20, 20 pikca kthehesha prap, dhe kur ka mbaruar votimi e kam hedhur në Facebook 20% Partia Socialiste. Unë u tmerrova, thash, do mbetet Shqipëria pa opozit. Më kupton? Tashi, më thonë njerëzit e mi, që i kemi të njojtur, gjyshit e vdekur, që janë socialist, i kemi hedhur fletët dhe për ata. Kupton? Manipulimet të papara, përveç presioneve, blerjes votave,
ai votimi me atë vagonin bullgar, ç'a quhet? Me trenin bullgar. Me trenin bullgar, kupton? Domethënë manipulime të jashtëzakonshme. Dhe në këtë kuptim Rama, ashtu si dhe herët e tjera, nuk ka qenë asnjëherë mazhorancë. Nuk ka qenë mazhorancë. Të tre rastet ka vjedhur. Mirë, ka bërë vjedhje që e kanë lejuar. 2 herët e para vetat PD-s e kanë lënë se kanë menduar që ai herën e tretë do t'i linte, kupton, siç kanë qenë kompromise këto. Mirë, ai si la se se lën ata ande, i thonë jo, nuk do vi Berisha. Qoftë si kryetar direkt jo, po edhe indirekt i fshehur mbrapa lulit nuk do ta lëm. Okej. Kupton? Edhe tash është kjo situatë. Berishën evropianët nuk e duan. Por mbështetje nuk i ka dhënë as Shtetet e Bashkuara. Por Shtetet e Bashkuara nuk janë shprehur ende kundër tij. Ka shenja që edhe mund ta pranojnë të bëjnë një vizitë. Po kjo unë mendoj që s'ndryshon asgjë. Në opinionin e elektoratit shqiptar, elektoratit të gjerë, Berisha e ka mbyllur ciklin, për mendimin tim. Këta të Partisë Demokratike po duan po të mundet regjia, le ta nxjerrë atë të votimit, auditin, ja ku i ke si kanë votuar. Ky është votimi që kanë bërë unë me 8300 vota, 20% PS-ja, 40% PD plus ASHM dhe 40% partitë e reja, po në vend të parë kanë qenë partitë e reja, po kjo i kanë nxjerrë sipas renditjes rezultatet që i kisha vendosur unë. Në fillim vendosa PS-n, se mendova që do dilte e para. Thash PD-ja do dale dyta, jo. Doli partitë e reja. Unë pranoj këtu, nuk vë dyshim. PS-ja ka manipuluar, nuk diskutohet, manipulime të jashtëzakonshme. Mos kujtoti se Rama fiton, nuk fiton. Që më për mua nuk fiton Rama, patjetër që nuk fiton. Dhe do të ishte një gjë e shkëlqyer sikur këta të dy të dilnin në 70. Ky do ishte shpëtim i përkohshëm për popullin shqiptar, që të dy këto këneta të zhdukeshin. E diti që po nuk do zhdukeshin në cako, as në atë rast nuk do zhdukeshin. Po do jepnin dorëheqje mos, sepse do t'ju bënë impresion, do t'ju thëshin s'keni fituar. Po i çfarë do bëni koalicion të dy bashkë. Po mirë më çdo gjë mund të ndodhë. Do ta bënin siç bën në Gjermani. Në zgjedhjet e ardhshme pastaj partitë e reja do t'i kullufisin të dyja. Shiko, sondazhi që ti ke bër nuk quhet sondazh shkencor në momentin që ti ata i ke ndjekës të tu. Ata nuk janë kampion profesionist. Diferenca madhe, 20% PS. Po dakord, ka ndodhur edhe në faqe të tjera. Ka ndodhur edhe në faqe të tjera kjo diferencë. Unë rinja dhe shikonja votimin, shikonja emrat pa njohur real, fare, domethënë emra nuk i dinja çishin. I shikonja. Sa mendon ti që është diferenca në votë popullore reale, domethënë hiq manipulimet? Unë them që Partia Socialiste nuk i merr dot kur 70 mandate po të bëjnë. Jo, po shkote mandatet. Më thuaj votën popullore. Se pastaj hyn sistemi në lojë, po, se pastaj hyn sistemi, hyn metodat hond, janë historira të tjera. Po sa vota mendon ti që ka vjedhur Partia Socialiste në raport me Partinë Demokratike? Me gjithë superioritetin që jep sistemi hond, unë them nuk kish për t'i kaluar 7 mandate. Ja, prapje të mandatet. Partia Socialiste. Vota vlla vota, ka parë 700.000 vota, njëra 500.000 tjetra. Sa mendon ti që ka qenë diferenca reale? Po. Këtu në votim. Po. Po së mbaj mend sa kishte PS-ja, po këta kishin e mbaj mend nga 3700 a 3800, diçka e tillë, kështu, kupton? PS-ja ka pasur ku e di unë. Jo, po të pyes në mendimin tënd. Në 8300, 1.6 milion shqiptarë që kanë votuar. Ja ta llogarizun. Unë po të them që në 8300 këta kanë marrë, domethënë sa i bie, një 500 votë. Kupton, në 8300. Mos u referohet se nuk është kampion përfaqësues ai. Ti nuk i ke zgjedhur ata me gjeografi, me mosha, me background të ndryshëm. Unë them që 42% në zgjedhjet para këtyre që ka marrë PD-ja, kjo PS-ja, i ka të manipuluar edhe ato. Pra për mua PS-ja nuk i kalon dot 40%, mendoj unë. Në zgjedhjet e 11 majit ti thua që PS-ja ka marrë maksimumi votë popullore 48%. Jo, 40. Më fal. Nuk i kalon 40. Më fal. Pra 12% i ka manipuluar se doli 52 vota popullore. Po. Sa mendon ti që është dëmtuar PD-ja nga ky rezultat? Pra nga ky manipulim, sa përqind janë PD-s dhe sa janë votave të tjera? Unë them, po pranojmë që ka marrë 12% me vjedhje PS-ja. Këtu mund të jetë edhe, domethënë, ndoshta të dyja bashkë mund të jenë nga 35%. Më kupton? Dhe 30% janë partitë e reja.
Më kupton, nuk kështu e mendoj. Unë po t'jap avantazhin ty që Të dyja partitë pse nuk i kalojnë 70% sot në mandatin e popullit. Okej. Pra, po pranojmë këtë hipotezë që 12% të votave partia mund të jetë PS-ja 37-38, Partia Demokratike 35-34. Më kupton 33. Kështu i mendoj unë. Këta mund të jenë nga 35 në 37, ata mund të jenë nga 33 po 1% më shumë, cila mendon se ka pasur, PS-ja apo PD-ja? Po mendoj që PS-ja mund të ketë 1%, 2%. Edhe unë kështu kam menduar, më ke pyetur ti në këtë emision përpara zgjedhjeve, edhe sot rezulton që më ka dalë fjala vetëm për partitë e vogla, që kam thënë që marrin 1 deri në 2 mandate, nuk merr askush më shumë se sa kaq. Për ata më doli fjala dhe po të kujtohet kur më ke pyetur për PS-PD, të kam thënë që mendoj diku ke 68 PS-ja, 65. Më fal, 68 PS-ja, 68 mandate, 65 me 3 diferencë. Mandate. Po. Se nuk u shpreha me votë popullore. Po. Pra, po pranojmë që 12% të rezultatit nga i 52-shja, PS-ja e ka të vjedhur dhe duhet merrte 40. Edhe ti po thua që edhe PD-ja, edhe pa vjedhur nuk fitonte dot. Ja, apo jo, do ishte 9-50%. 9-50. Në çdo rast sistemi do bënte që dikush të dilte i parë. Kjo është poshtërsia e sistemit që kemi ne. Duke qenë sistem me ndarje rajonale, që aty ikin një 4-5 mandate firojnë, i marrin 2 partitë të mëdha, shtohet me të hodën dhont, ikin edhe një 4-5 mandate tjera. Prandaj të pyeta që si mendon ti, ka dalë 1% më shumë njëra parti nga tjetra, se ajo që ka dalë 1% më shumë ka marrë të paktën 2 mandate tepër vetëm për shkak të marifetit të sistemit. Ku dua dalë me këtë? PD-ja mund të ketë të gjithë drejtën e votës, ndoshta ka dhe prova për të dokumentuar të gjitha vjedhjet e votës. Dhe ndoshta nesër na provon që nuk është diferenca 200 apo 220.000 vota në votën popullore, po them, midis PS-s dhe PD-s, por përkundrazi është PS-ja poshtë 30.000 vota, ta zësh. Është 200 e ca më, 270. Mirë, pra, ta zëm që nuk është 270 poshtë PD-ja, po është 30.000 plus PS-s. Kjo prap nuk justifikon asnjë nga ato maskarallëqe që prodhon sistemi, që PD-ja nuk i thot. Ti e kujtova me të drejtë dhe thej që PS-ja nuk e ka marrë ndonjëherë shumicën. E vërtet është. Para 4 vjetësh, PS-ja ka marrë vot 48%. Por ama në parlament ka çu 74 deputet. Dhe këto 6 ja ka dhënë sistemi. Po patjetër i kemi diskutuar. Ashtu. Tani PD-ja kërkon nga unë, nga ti, nga gjithë qytetarët që solidarizohen me të thonë që zgjedhjet janë të vjedhura, që nuk ka pse të ikën Berisha, të luftojmë të gjithë që të prisin zgjedhjet, të anullohen, të zhbëhen, të përsëriten. Se këta thonë që kemi qenë ne përpara, thonë, edhe ato përfitimet e mëdha duhet të marrim ne, thonë, këta të PD-s. Po dakord, prandaj e kanë lënë atë sistem ata, se kanë menduar që do ishin përpara. Po PD-ja nuk mund të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve të kërkoj fajin te partitë e reja apo partitë e vogla. Këta nuk e kanë kuptuar çfarë deshte theshte Rama, s'keni parë gjë akoma. Rama këta deshte që s'keni parë gjë që do t'u lë 4 mandate, 5 mandate në shtëpi. Po, më kupton? Do iki kur të dua, kur të vdes. Po. Pra, PD-ja nuk mund të fshihet pas gishtit, edhe të kërkoj shkakun e humbjes të partitë e vogla apo të reja, quajmë si duash, po ne nuk kuptojmë ato që kanë marrë 200 e ca vota. Partitë e reja në diamant tash për Shqipërinë, sepse ato vota që kanë marrë ato do të ishin vota që do iknin kot, nuk do t'i votonte njëri. Qofse ata kanë marrë 220.000, thjesht i sigurt që po mos ishin ato të paktën 200.000 do kishin abstenuar më shumë. Më kupton? 20.000 mund të ishin rikthyer këtyre me peshë. E besoj këtë gjë. Dhe tash më mirë që kanë dalë ato që kanë marrë. Në vend që të bëjë mea culpa, edhe të thotë që këta mund të kishin 10 deputet, që do të thotë do të kishte Rama më pak deputet. Nga 83 mund të kishte 73, pije fjala. Këta nuk e thon këtë gjë. Nuk ofrohen këta që të ndryshojnë sistemin zgjedhor dhe metodën e llogaritjes. Jo, se thot akoma Berisha. Pra, as në 4 vitet e ardhshme, Partia Demokratike nuk ka ndërmend të bashkëpunojë me partitë e tjera parlamentare. Sepse dhe Partia Demokratike dy të parat fitojnë, në para fiton shumë, po pra, e dyta fiton prapë. Unë e kam llogaritur si vjet PS-ja ka marr 10 mandate tepër, nga sa duhet merrte, PD-ja ka marr 3. 3, ndoshta. Duhet merrte 47, ka marr 50. Një në Korçë, një në Fier. Tani kur ti nuk je i sinqert, kur ti e di shumë mirë, je i vetëdijshëm që ti vjet vota me sistem, vjet mandate. Dhe ja merr pikërisht partive të vogla. Edhe prap fajin e gjen ke partitë e vogla, prap ato e kanë fajin që nuk fitove ti. Shiko, un kam frikë se po vazhduan kështu këta Partisë Demokratike, këta do ta humbin statusin e fuqisë së madhe në elektorat.
Ja ku është Lul Basha. U zhduk nga skena, iku. Edhe këta, në qoftë se s'reagojnë, në qoftë se strukturat nuk kanë fuqi të ndryshojnë atë realitetin e leadershipit atje, dikush mund të thotë, ore, ju pse nuk merreni me Ramën të thoni që të përsëriten zgjedhjet. Ne i themi këto. Po ne nuk kemi gjë në dorë, ne vetëm mendimin kemi. Tash problemi i madh është që Berisha në elektorat nuk gëzon me simpati. Nuk ka simpati për ta. Është një politikan që në mendimin ton themi, ata mund të kenë mendim tjetër, mund të thonë që është ylli i politikës shqiptare ende, le ta mbajnë. Po mirë, mund të jetë ylli, po 71 vjeç. Le ta mbajnë. Dikon edhe kjo. Është edhe i moshuar, energji nuk ka, energjit janë duke i skaduar, sepse mosha nuk e lejon, gjithnjë më shumë çdo ditë ai për shkaqe fizike do të bjerë dhe mendora. Kështu që ka ardhur koha që Partia Demokratike të gjej forcë, o nga lart të riorganizohet, ose pasaj nga poshtë ta ndryshojnë ata realitetin me vendimet e atyre instancave që ka partia atje, vendimarrëse, këshill kombëtar, kryesi, kongres, akoma më i madh, dhe të bëjnë një make-up, një tualet të Partisë Demokratike. Sali Berisha, në qoftë se se bën këta, do të jetë turpi i tij më i madh në qoftë se do ta lërë Partinë Demokratike të rrëshqasë drejt humbjes të statusit fuqisë madhe të Kam frikë se është kjo e dyta. Kam frikë se ai ka dërmend ta tërheqë zvarr mas vetes Partinë Demokratike. Mundet. Atëre ata janë çmendur, si Sali Berisha, si Argita, si Liria, që nuk i flasin e nuk ja mbledhin mendin. Ose ta dëbojnë ta bëjnë nashat, i thonë, ne, Mund ka familja, aty duhet të reagojnë forumet. Fjala vjen, po edhe ky i kontrollon pikat kyçe atje dhe forumet nuk ngrihen. Tash është dhe një problem i madh që Partia Demokratike. Nëse Berisha i kontrollon forumet dhe forumet nuk ngrihen, pika që subi atyre që janë antar të forumeve, nuk është faji Berishës pastaj. E mirë, ti Kastriot nuk ke qendojnë në jetë politike dhe nuk i njeh mirë këto. Unë prandaj s'jam, prandaj s'kam qenë kurrë antar partie, se unë se bëj dot që të futem në një sallë. Nuk është as edhe të tull kokën kur flet kryetari. Të flasësh për futbollin pa kur s'ke qenë ndonjëherë lojtar futbolli, është shumë e vështirë, se shiko çfarë ndodh. I dashur. Në politika është profesion, që ti e fillon që i ri 19 ose 20 vjeç, në për ato strukturat e rinisë, vazhdon, merr pjesë në fillim në këshill kombëtar, me vite të tëra merr pjesë në për gara zgjedhore, këto garat zgjedhjet janë shumë të ndihmshme, të lodhshme, nuk janë të lehta, domethënë të merresh me politikë. Dhe si të thuash ti krijon aksionet e tua atje brenda partisë. Mirë po, politika ka një gjë, që po gabove njërë, ti ikën të gjitha aksionet. Është si me mafjen. Me mafjen, po të vranë, ti morën të gjitha pasurit që ke, dhe në politikë. Po gabove, je i vrarë, dhe ti marrin të gjitha aksionet të tjere që mezi presin të zëmbendin atje ku je ti. Dhe në politikë duhet të jesh shumë diplomat, duhet të jesh shumë i kujdesshëm. E ke parasysh atë vjershën e Rudyard Kiplingut tif? Po. Atë duhet të zbatosh, që të mbjetosh në politikë. Shpeshherë, po Kipling thotë që duhet mbetesh burr, duhet të ruash vlerat. Po burr mbetesh dhe ashtu. Po si mbetesh burr kur nuk flet, kur partia jote po shkon në gremin, ti e shikon dhe nuk flet. Shiko si është puna. Ti mund të jesh një njeri që mund të vish duke duruar shumë, duke u bërë shumë diplomat dhe duke qenë i kujdesshëm në veprime, të gjitha që kanë ardhur në krye të partive, mos kujtoti se kanë thënë mendimin e tyre gjithmonë në forume. Jo, janë shtirur, kanë bërë politikë derisa ju ka ardhur momenti që kanë kapur dhe flasë edhe për njerëz të rëndësishëm dhe që i kanë dhënë botës zhvillime. Më kupton, mos kujto se kanë ardhur me trimëri dhe me burrëri dhe me si të thuash me të bërë politikë të sinqertë. Jo. Në politikë nuk duhet të jesh i sinqert, nuk duhet të thuash atë që mendon. Në qoftë se ti shikon që kushtet nuk janë të favorshme për ty se mund të flakin, kupton, ti s'duhet të flasësh, duhet të durosh si gjarpri në ngur, derisa të vi momenti
dhe të vi ora tënde që ti të marrësh situatën në kontroll. Ditë sako, me sa duket s'do hyj kurrë në parti politike, nëse kështu janë partitë, unë s'do hyj kurrë në asnjë parti. Po hyre ty të përzan më njëherë Kastro. Po më mirë të më përzen se sa të më tjetër po dole ti leqës do arrinje dot me karakterin që ke të bësh antar kryesie një partie, se partit nuk duan gjenin, partit duan ushtar. Vetëm një është gjeniu. Në qoftë se ndonjë gjeni ditë dalë atje avash, derisa të dalë në krye dhe ta tregoj pastaj vetë. Okej, po nuk janë këto partitë që më kam ndërmend edhe nuk më pëlqen fare të merrem me PD nëse PD-ja është e tillë. Merresh me politik nuk do të thotë që ti je i ndershëm në çdo moment. Duhet dish të durohesh derisa të dalësh në maj, kupton? Dakor, po cili është shpëtimi për njerëzit? Nga këto partitë militariste që kanë general, njerëzit duhet të japin kontributin e tyre me votë. Partitë pasaj kanë aktivitetin e tyre brenda, ne gazetarë. Po se zgjedhin për as me votë, se sistemi është i tillë që vlerëson votën tim. Ne gazetarë duhet të bëjmë presion që ata liderët atje në krye të tramben nga puna jonë, në qoftë se ne japim sytë elektoratit dhe i themi, ky nuk bën, sepse ka bërë këto që flasim ne. Elektorati, ata që na ndjekin ne, dëgjojnë. Dhe në qoftë se këtë punë do ta bëjnë me 10 gazetarë të tjerë të bëjnë presion dhe trysni, ata krijojnë opinion, duke u krijuar opinion, ta tramben, edhe fillojnë largohen. Pra, ne trembëm e kanë rregulluar sistemin ata. Ata e kanë bërë sistemin siç u shkon për 7-2 kryetarëve të partive të mëdha. Dakor, çdo rneni kodit zgjedhor, sistemi zgjedhor i parashikuar në kushtetut. Të gjitha janë që të sigurojnë mbijetesën atyre të dyve. Po në lidhje me këtë qëndrimin as mish as pesh këtë Shtetet e Bashkuara, se është komponente e rëndësishme gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve, pa rrugën e Elbasanit asnjë s'ka dalë dot të bëhet gjel në politikë. Trumpi dihet që ve interesin e Amerikës përpara interesave globaliste që kanë vënë administratat e tjera amerikane. Pra, nuk e ka prioritet politikën e jashtme për sa kohë ajo nuk lidhet drejt për drejt me një çështje të brendshme të SBA-ve. Se kush mbretëron në këtë Shqipërinë tonë të vogël nuk ndryshon asgjë në gjeostrategjinë amerikane. E para, e dyta, Trump nuk ka partner këtu, nuk ka për krah. Sepse J.D. Vance ka bërë deklarata, kemi thënë edhe në këtë emision, ka bërë deklarata në favor të AFD-s në Gjermani, në favor të patriotëve rumun, të 2 kandidatëve që ishin në garë për president, që fatkeqësisht njëri nuk u lejua dhe tjetri humbi, nuk e dim sa të ndershme kanë qenë ato zgjedhje. Në Shqipëri nuk ka. Berisha ka thënë unë jam me Trumpin, po vetëm kaq. Po nuk ka thënë asnjë politik trumpiane që do ta bënte ai po të ishte kryeministër. Nuk ka guxuar Berisha të hyrë në thelbin e politikës trumpiane. Berishën e pyetën për tarifat doganore për shembull, që vazhdon akoma lufta, ti e di që ai Trump sot kërcënon BE-n me 50% tarifa, dhe çfarë tha Berisha kur vim në pushtet do ta negociojmë, do na trajtojnë mirë ne, domethënë do hiqen tarifat. Berisha nuk është trumpist në asnjë dimension. Pse do lodhet Trumpi që të sjellë në pushtet një njerëz që tek e fundit falet prapë në Bruksel, të njëjti establishment? Berisha thot unë kam me vete partitë e qendrës djathtë, kanë bërë deklarata, kanë bërë rezoluta, pra nesh mund që thoshte para zgjedhjeve që këtë radhë nuk ka manipulime se ka paralajmëruar Kongresi i Partive Evropiane Popullore. Ku i ka? Merci që ai e quan aleat, kryetari Kristian Demokratëve Gjerman, është sot kryeministër. Ke dëgjuar gjë Gjermania të ketë rezerva për zgjedhjet? Bën gjë Macron dhe rezervë për zgjedhjet, bën qeveria e djathtë italiane, se teorikisht është qeveria e djathtë edhe kjo në Itali. Quhen aleat Berishës këta, Forca Italia. Ora me që më kujtove këtë Macronin, e pe sot ti një video që e kishë qelluar burri vet Macronin. Më po kush e di si e ka mërzitur burrin. Mbase s'ka pasur faj burrin. Varet kush është më i fortë nga ata dy kështu fizikisht. Po fizikisht duket se burri mbahet akoma mirë, megjithëse vesh fustan, megjithëse moshën e ka më të madhe se sa Nusja, se sa Emanuela. Shpët me këta. Po mund të jetë edhe një gjë tjetër cako, se e ka rrahur që klysh ajo atë, mos harro. Erdhi dhe ky Evropës tu sa jam sa. Gruri që i bie ta quajmë në atë gruan burr që ka Macronin, shkon kështu themi gruri. Ai gruri e ka rrahur që kalama që vit parë gjimnazit. Shiko. Se a fut një shpullë dhe tani në avion. Roma kur ran në shekullin e 5,
rast sepse ata gladiatorët që ndërtuan ato kushte aq të mira atje në qendrën e perandorisë krijuan kalamaj bythac të tyre, që u rritën me shumë kushte të mira, filluan pastaj të shtureshin. Dhe paganët nga veriu, nga të gjitha anët që kishin rrethuar perandorinë romake, e sulmuan e morën. Mirë po paganët u nënshtruan nga kisha në atë kohë dhe kisha mori pushtetin. Dhe buri nga shekulli 5 dhe në 15-16 buri Rusirën që quhet Mesjet. S'mbahet më në tas janë histori këto 10 shekull. Tashi kohët e mira sjellin njerëz të dobët. Njerëzit e dobët sjellin kohë të vështira. Kohët e vështira sjellin prap burra dhe ripërsëritet cikli. Evropa është në këtë gjysmën e dytë të pjesës së dytë, pra që kohët e mira sjellin burra të dobët, burrat e dobët janë burra të shturur dhe këta sjellin kohët të këqija. Evropa është në këtë stad. Të shpresojmë në një modifikim. Kohët e mira kanë sjell burra të dobët në Evropë dhe burrat e dobët po shkaktojnë luftën tash, po shkaktojnë kohë të vështira. Ndoshta pas luftës mund të vinë prap burra të fortë, sepse të shpresojmë që ky ekuacion do modifikohet pak në praktik, që Europa lindore të marrë përsipër të shpëtojë Europën perëndimore. Se Europa perëndimore më duket se e ka humbur rrugën në borr, edhe po shkatron vetveten. Po mesa duket ka drejt Orban dhe të tjerë që e kanë thënë, se e tha dhe ky kandidati rumun për president Simioni edhe tha në televizion francez. I kishte folur shumë ashpër francezëve. Me sa duket pra ka ardhur koha që pikërisht ato vlera që ka krijuar, promovuar dhe përhapur Europa perëndimore sot janë më të mbrojtura, më të ruajtura në Europën lindore. Dhe me sa duket është koha që të kthej borxhin në Europën lindore, t'i hedh një bark shpëtimi Europës perëndimore ta ngrej mbi ujë. Shpresojmë të paktën që do ndodh kjo. Vetëm që erën e parë kur perëndimi shpëtoi lindjen, tash flas për kohët moderne, pas viteve 90, ishte më tepër një shpëtim ekonomik dhe financiar, kurse se shpirtëror nuk besoj që kishte rënë lindja nga ana shpirtërore, ishte goxha mirë, madje ato janë vlerat që ti po i përmend tash që janë ende superiore përballë tyre. Po polakët, çekët, hungarezët kanë bërë një rezistencë të shkëlqyer, të jashtëzakonshme. Kurse këta tash i kanë nevojë për një shpëlarje shpirtërore perëndimi, Evropa perëndimore, sepse ka rënë shpirtërisht degeneruar. Antivlerat janë bërë vlera, po mos kesh antivlera nuk të promovojnë, nuk të çojnë as gjikundi, kupton, dhe këta tash njerëzit e dobët detyrohen ndjekin këto modelet e këtyre që paraqitin këta globalistët, të cilët duan akoma dhe më shumë ta dobësojnë Evropën perëndimore. Mirë Kastriot, të flasim një çik ta ndrojmë temën, të flasim pak për situatën në Ukrainë, në luftën Rusi-Ukrainë që ende nuk po ndalet. Edhe Trump po bëhet nervoz. Po, ka pasur përpjekje për bisedime paqe gjatë kësaj kohe që ne nuk kemi qenë këtu në bisedë, janë mbledhur delegacionet nivelit të dytë në Stamboll, që kanë biseduar. Zelenski vajti me mendimin që do vinte Putini, i bëri ftesë edhe Trumpit nga vizitat që bëri në vendet e muslimanëve që të ndodhesh edhe ai. Dhe nuk i shkoi asnjëri as tjetri? Por nuk i vajti asnjëri as tjetri dhe ul niveli bisedave në nivel teknik. Ka retorik nga të dy anët, por kushti që bën evropianët është që Putini gjatë kohës që do bëjmë biseda të ndal luftën. Ndërkohë Rusia deklaron që ne na kanë thënë shumë herë kështu gjatë kohës së paqes që prisni se do të diskutojmë gjërat për Ukrainën, për këto vendet më në perëndim të Ukrainës, vendet baltike, Poloninë, Çekinë, sepse ishte dhënë premtimi që dhe këto nuk do të hynin në NATO, nga James Baker dhe nga ato bisedat e para, në vitet 90 nuk do hynte asnjë centimetër NATO-ja në perëndim. Mirë, por NATO-ja shumë shpejt dhe në vitin 2008 pothuajse i vllavroi gjithë vendet e lindjes, të Evropës lindore, ish komuniste dhe i futi duke përfshirë dhe Shqipërinë dhe Maqedoninë, Malnezi,
po përpiqet të futet Serbinë, dhe ne nuk e pranojmë më këtë taktikë të perëndimit, se perëndimi gjithmonë kërkon të fitoj kohë që të riarmatos Ukrainën. Po, që të riarmatos Ukrainën. Dhe lufta po vazhdon. U shlirua ajo zona e Rusisë që ishte pushtuar, zona e Kurskut nga ukrainasi, dhe që u trumbetua me të madhe para disa muajve, si një fitore dhe që balanca po anonte nga Ukraina. Madje Putini bëri një vizitë atje në zonën e luftës, që po rindërton ato qytetet atje. Dhe aty u dha një premtim atyre që banorëve që folën që do marrim edhe këtë zonën tjetër këtu që nuk ishim ndërmend ta merrnim, dhe ka qelluar një grumbullim të këtyre forcave speciale ukrainase në territorin Ukrainas, ku nuk ishte hapur lufta, dhe u pranë rreth 70 veta nga forcat speciale me dronin i goditi. Është dhënë dhe në media kjo, sepse është marrë dhe me kamera, dhe tregon ushtria ruse si fitore të saj, dhe duket që Ukraina nuk po reziston dot. Ndërkohë Evropa ka një retorik lufte, në ndryshim nga Trumpi, por ti e the pak që pari që Trump bëri një deklaratë sot, domethënë që Putini është çmendur, dhe askush nuk e ndal dot, dhe ai ka ndërmend ndoshta tha që të marrë gjithë Ukrainën. Kam përshtypjen që nuk ka thënë është çmendur Putin. Ka thënë që është e papranueshme kjo që po ndodh, që ndërkohë që ka bisedime, ka raketa dhe dron mbi Kiev. Nuk përdor Trumpi këtë gjuhë me Putinin, nuk e quajnë të çmendur. Po në kuptimi kështu ishte. Dakor, ishte e folur e ashpër, domethënë që kjo është e papranueshme, është çmenduri që po ndodh, po jo që është Putini i çmendur. Nuk e çon deri aty se nuk do që ta prish komentuar nga të gjithë mediat atmosferën. Shiko, Putin kur u pa opsioni i bisedimeve të paqes, bisedimeve direkte për herë të parë pas 3 vjetësh, dhe duhet kujtuar që bisedimet kanë qenë të ndaluara nga Zelenski, kanë nxjerrë ai një dekret që thoshte që kush ulet me palë ruse për të biseduar për paqe, është automatikisht armik dhe ka shkaktuar tradhti të lartë ndaj atëut, pra dënoi shumë rënd. Rusët ishin fare të qartë në kërkesa, thanë tërhiquni tani nga 4 rajone. Pra, janë 4 rajone që ata i kontrollojnë në pjesën më të madhe, po jo plotësisht, jo 100%. Luhansku, Donetsku, Zaporizhia dhe Hersoni. Deri ditën që u ulën në bisedime, Zelenski vazhdon të thoshte ne do marrim edhe Krimen. Pra nuk diskutohet që do të marrim këto 4 rajone, po do marrim edhe rajonin e Krimes, që është një izolimi i Ukrainës totalisht nga detet. Po është një idiotësi totale ta thuash edhe kush ka mend të di që ajo s'ka shanse të kthehet, siç nuk ka shanse të kthehet Kosova në Serbi. Çdo gjë mund të ndodhi, po të kthehet Kosova në Serbi nuk ndodh. Kush se kuptova që Krimea të kthehet në Ukrainë, është njësoj se të thuash Odesa. Unë kështu s'kur e dëgjova. Mbas kam shprehur gabim. Atëherë edhe një herë, 4 rajonet ende të kontestuara janë Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Krimea është histori e mbyllur për rusët me kohë, e kanë futur ligjërisht si pjesë të territorit të tyre. Të thot tani Zelenski, siç ka 3 vjet që thot që unë do marr edhe Krimen, për mua është thjesht gënjesh njerëzit që ke pas vetes, se të gjithë e dinë që ajo nuk merret. Prandaj këtu e bëra krahasimin që është njësoj si Vučić që thot do e marrim Kosovën. Ku do e marrësh Kosovën? Po edhe deklaratat e evropianëve këta thonë që ti dorëzohet gjëra, domethënë luftën me Jo, Krimen nuk e thon. Krimen nuk e thon për hir të vërtetës. Asnjë nga liderët evropian nuk e mbështet Zelenski kur thotë që duhet të rimarrësh Krimen. Thonë BÇB ka qenë pa drejt nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare, por nuk flet njëri për rikthimin e Krimes në Ukrainë. Është krejtësisht e pamundur, por ka qenë jetë mot e kontrolluar nga rusët, ka pas baza të fuqishme detare dhe ajrore sovjetike atje, dhe nuk do ta linin kurrë rusët ta merrte Ukraina Krimen. Tani çfarë nuk pranojnë 1858. Po ka paguar me gjak Rusia atë territor. 1 milion rusë të vrarë atje. Po pra. Por janë vrarë edhe shumë britanik dhe francez. Edhe neozelandez mora vesh së fundi që pas ka pasur atë, që kanë luftuar në krahët anglezëve. Edhe turq. Italiane, greke, turqe të gjithë. Pra, ti kthehemi kërkesave ruse. Rusët thonë, unë nuk bëj armëpushim sepse nëse unë bëj armëpushim ti vazhdon armatosesh. Ti duhet ikësh nga këto 4 territore,
të pranosh që nuk do hysh kurrë në NATO, dhe atëherë mund të vazhdojmë bisedimet. Kam përshtypjen që Putin edhe këtë e shfrytëzon pikërisht sepse ka parë që në terren gjërat flasin në favor të Rusisë. I thotë edhe mbi Dnepër do vendosësh një atë buffer zone, zonën e sigurisë, ku nuk do ketë ushtar Ukrainës, dhe këtë pranon Zelenski, thotë ne kemi suverenitet deri. Ka dhe kushte të tjera që i si pranon, se Putin i thotë që nuk mund të ketë asnjë forcë të huaj në Ukrainë. As në Kiev, as në Lviv, as gjikundi fare. Pra, sigurisht që kërkesat e Putinit mund duken ekstreme tani, po problemi është se ajo që po ndodh në terren i jep të drejtë atij. Se po fiton luftën ai, prandaj nuk i ul kërkesat ai, vetëm i shton. Ukraina tani po afrohet drejt fundit që do pranojë fundin e hidhur, që Zelenski me shokë e kanë gënjur popullin e Ukrainës, i kanë thënë që do ta fitojmë këtë luftë. Se kanë thënë edhe që do godasim Moskën e do ta bëjmë Moskën pluri. Dhe po vinë pra në pikën që duhet të pranojnë o një humbje të rëndë, o një humbje shumë të rëndë. Nëse vazhdon lufta, gjasat janë që në shtator Ukraina dorëzohet, kapitullon, dhe ndërkohë ka humbur dhe Odesën, ka humbur gjithë Bregdetin. Dhe rusët mund të ndalin vetëm në dyert e Kievit. Nga ana tjetër më vjen keq që përpjekjet e Trumpit nuk kanë prodhuar rezultat, sepse unë do doja që lufta të kishte mbaruar në ato vija fronti që ishin, mos kishte vdekur më asnjëri nga të dy palët që nga momenti që erdhi Trump në shtëpinë e bardhë. Fatkeqësisht kjo ka qenë e pamundur dhe fatkeqësisht me ç'duket me këtë nxitje që bën perëndimi do ketë ende të vdekur në Ukrainë. Vriten nga 5.000 ushtarë rus në javë, sipas Trumpit. Kurse Ukraina zbriten shumë më tepër. Vriten 2 fish. Pavarësisht të gjithë binënash janë, domethënë edhe 5.000 ande edhe 10.000 apo 20.000 vriten këte janë binënash, nuk duhet të kishte vdekur askush. Po të paktën nga momenti që kishim një president amerikan që kishte dëshirë për paqe, duhet mos kishte vdekur më njëri. Po Zelenski vazhdon me të njëjtën frym. Britanikët janë më agresive se Amerikë. Ata janë që e kontrollojnë Zelenski në përpaskenë. Kasrot, ky ndryshim i kursit, se s'kemi folur për këtë, i presidentit Trump në lindjen e mesme, ku është distancuar nga Netanyahu dhe është pozicionuar pro interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me shtetet muslimane të lindjes së mesme. Në raport me Iranin, me Arabinë Saudite, me Jemenin, Katarin. Kjo nuk më habit, sepse ky ka qenë prioriteti i Trumpit gjithmonë, edhe në Trumpin e parë e mban mend që bëri marrëveshjet abrahamike që tentoi relaksimin e të gjithë rajonit, duke i ofruar gjithë liderëve lokal një mendje biznesi, pra një shikim tjetër të politikës, të udhëhequr nga logjika e biznesit. E tentoi edhe në Europën Lindore. Nisma e 3 deteve ishte e tillë. Tentoi edhe midis shqiptarëve dhe serbëve. Qëndrim për i biznesmeni ishte ai që i ulin të dy palët veç të pranonin marrëveshje biznesi. Ajo që unë pres nga Trump është distancimi i plot nga gjenocidi që po ndodh në Gaza, që ai nuk po e bën akoma. Ai po vazhdon të mbështesë Netanyahun në mos drejt për drejt me deklarata të favorshme për atë që po kryet në Gaza, po e mbështet me atë që po bën në Amerikë, që po i detyron universitetet të shtypin çdo zë disidence kundër politikave të Izraelit dhe politikave amerikane në mbështetje të Izraelit. Kjo është pjesa më e errët dhe më e keqe e presidencës Trump. Pra nuk është një Trump ashtu si do doja unë, i vendosur që i thot Netanyahut stop, siç e tha Zelenski, unë nuk t'ja parën, ti s'ke karta për të luajtur, mund t'ja thoshte Netanyahut. Do kishte qenë në shkëlqyer kjo ngjarje, po të kishte ndodhur, sepse do ishte ndaluar ai lum gjaku që nuk po ndalon atje, një vit e gjysmë, më shumë se 18.000 fëmijë të vrarë, ndërkohë që s'është asnjë qinta e këtyre fëmijëve të vrarë në Ukrainë ku luftohet me raketa, me avion, me tanke e me dron, nga të dy anët. Por të shpresojmë se po flitet poshtë e lartë, shumë portale nga ato që unë ndjek po e komentojnë që ka një ftohje midis Trumpit dhe Netanyahut, që Trumpi nuk është i kënaqur me mënyrën se si po e menaxhon krizën, sidomos pas kësaj valës së dytë që ka nisur qeveria e Izraelit në Gaza, dhe sigurisht që Trump nuk është budalla. Trump e di shumë mirë që kjo organizata terroriste e famshme e Hamasit është prodhimi i Mossadit. Ai, me sa kuptoj unë, po mundohet që t'ja ngushtojnë nga pak lagun Netanyahut, ta detyrojë që në fund
të vi tek zgjedhja politike dhe që sigurisht ai mund ta paguajë shtrenjtë personalisht, se ti e di që ai ka procese të hapura. Izraeli e ka humbur shumë atë reputacionin e vet para shumë popujve, të cilët propaganda, velloja e propagandës nuk i lejonte të shikonin se çfarë ishte sionizmi, duke luajtur me atë kartën e vjetër të Holokaustit dhe të viktimës së pafajshme që ishte si një sorkadhe e lirë që s'kishte asnjë faj, po që luani Hitler deshte ta shqyente, po që fati e ndihmoi dhe shpëtuan. Tashmë velloja ka rënë dhe të gjithë njerëzit po e shikojnë shumë mirë se kush është Izraeli. Ai thotë që unë veproj në kushtet e sigurisë të Izraelit, po në fakt 18.000 apo 20.000 fëmijë që janë vrarë nuk e rrezikojnë Izraelin, gratë e vrara nuk e rrezikojnë Izraelin. Pleqtë dhe plakat e vrarë në Palestinë nuk e rrezikojnë Izraelin. Kështu që Izraeli ka dalë në sy të gjithë botës si një shtet genocidal, si një shtet kriminal, por e keqja e Izraelit brenda në Izrael është se nuk ka media që të kritikojnë Izraelin për veprimet që po bën, dhe shumica e mediave janë kapur nga histerizmi për të kapur tokat e Gazës dhe të gjithë tashmë e quajnë si një normalitet, vrasjet, masakrat, shkatrimet, mos lejimin e dërgimit të ndihmave humanitare në këtë qytet që duket në këtë territor që duket sikur ka dalë mbas ndonjë tsunami të jashtëzakonshëm, ose mbas ndonjë hedhje së ndonjë bombe atomike, ku nuk ka një ndërtesë që të ekzistojë, ku janë vrarë mjekët humanitar, ku janë shkatruar ambulancat. Se përmendë armët bërthamore, dëgjova të senatorin amerikan që propozoi që të përdoren armët bërthamore në Gaza? Është një senator republikan me emër Fines, mbështetës i Trump, që e turpuron shumë presidentin Trump. Unë do ta merrja me shqelma, do t'i thoja mos të shoh më në Partinë Republikane. Ka thënë shprehimisht armët bërthamore mund të jenë zgjidhja në Gaza. Problemi i madh i Trumpit, një nga problemet e mëdha është që ata kontrollojnë ai paku Kongresi Botëror i Çifutëve, kontrollojnë dhe Partinë Demokratike, Kongresin, dhe Partinë Demokratike Senatin, dhe Republikanët Kongresin e Senatin, madje dhe shumë antarë të këtyre dy dhomave, nga dy akrat e politikës kryesore të Shtetet Bashkuara, edhe në qoftë se s'janë nga origjina Jewish, ata kanë pasaport, shumica kanë pasaport të dyfisht, dhe amerikane dhe izraelite, dhe këta e deklarojnë me krenari. Ka ardhur koha që Trump duhet të ndalojë këtë tendencë që Izraeli të kontrollojë Shtetet e Bashkuara. U përpoq ta bënte presidenti Kennedy, i cili kërkoi të ndalonte prodhimin e lëndëve bërthamore në uzinën e Dimonas që kanë këta në Izrael në vitin 63, dhe David Ben Gurion, presidenti i trysnuar nga një presidenti i Izraelit, i trysnuar nga presidenti i Shtetet Bashkuara, i cili e kishte marrë seriozisht që të mos lejonte Izraelin të armatoseshë me armë bërthamore. Ai dha dorëheqje dhe në testamentin, fjalën e tij të lamtumirës, ka bërë kërcënim për presidentin Kennedy, i cili pak muaj më vonë, pas dhënies dorëheqjes të presidentit David Ben Gurion, u ekzekutua, siç e dim, muajin nëntor, mos gaboj. Dhe pastaj erdhi një president që i hapi krahun Izraelit. Po, Lyndon Johnsoni, dhe që nuk e zuri më në gojë regjistrimin e atij komitetit të Çifutëve të Amerikës si organizatë huaj. Po, Lyndon Johnson ishte mason dhe ishte njeriu që kontrollonte presidentin Kennedy, dhe madje ka qenë një anije që kishin lënë amerikanët që kapte këto rrezatimin kur prodhoheshe lëndë bërthamore, dhe
e zbulonin nëse Izraeli ishte duke kryer procesin apo jo, dhe ishte vendosur kjo anija që në kohën kur ishte Kennedy gjallë, që kontrollonte në breg të Izraelit, se mos prodhoheshe lëndë bërthamore, ishte një anije shumë e sofistikuar, dhe nuk po më kujtohet emri saj, me Aurora më duket se e kishte, në mos gaboj, dhe Izraeli ka marrë helikopter, e ka goditur me nëndetse në të njëjtën kohë. USS Liberty, Liberty, anija, bravo, Liberty, po. që zyrtarisht ishte duke patrulluar, Po. Sepse kishte një konflikt Egjipt-Izrael në atë kohë. Po në atë kohë, jo, nuk po patrullonte për konfliktin në Egjipt-Izrael, po Nuk ka qenë justifikimi zyrtar. Jo, prit. Ajo Dhe Izraeli e ka goditur dhe ka thënë që e ka goditur Egjipti. Po, kjo është e vërtet. Anija ishte vetëm për të kapur prodhimin e lëndëve bërthamore. Në atë kohë kishte konflikt Egjipt-Izrael dhe këta i bën helikopterët me shenjat dhe me logot e Egjiptit dhe e goditën anijën dhe nga lart dhe me nëndetse nga poshtë. Mirë po, marinarët në anije dikush goditi një helikopter dhe rëzovi. Dhe ai piloti ot me parashyt. Dhe këta vajtën e kapën në det, dhe aty e morën vesh, kur e morën në pyetje që këta ishin e pranoi më vonë Izraeli që ishte një gabim. Kurse Lyndon Johnsonit, gabim që zgjati 2 orë. Lyndon Johnsonit i thanë me njerë që Izraeli që Egjipti ka goditur anijen Liberty, dhe ai sipas historive që tregojnë kërkovi valigjen bërthamore dhe tha do godasim Egjiptin, tha, me armë bërthamore. Dhe gjatë saj kohe që kishte tension në shtëpinë e bardhë, një erdhi dikush i tha ke veç, tha, nuk janë egyptianët, kanë bërë tatanët, dhe e mori anijen, e riparoi, dhe i ndadhi këta marinarët në shumë vende, po vranë 1100 marinarë amerikanë. Jo, më pak janë vrarë, po sot e kësaj dite asnjë nga të mbijetuarit, nuk, jo, flasin ata të shkretët, dalin çdo vit protestojnë. Po, ka marinarë që kanë mbijetuar akoma, sigurisht tani vinë edhe familjar të atyre që kanë humbur jetën ose kanë vdekur më vonë, që protestojnë për njohjen e incidentit si një incident i qëllimshëm. Edhe dëmshpërblim nga Izraeli. Po. Jo, ka paguar sa para Izraeli, ka paguar një $2 milion për ta mbyllur si histori, po që është qesharake sepse nuk njihet si incident i qëllimshëm, si sulm ndaj Amerikës. Po gabim në informacion, si gabim në informacion. Anija ka flamur, ka logo, ka emër gjitha. Kur vjen Amerika të njofton ty se të ka aleat. Ti helikopterët pse i bën me logon e Egjiptit? Po jo vetëm ajo, po një anije miqësore, siç është anija amerikane pranë ujërave të Izraelit, e njofton që është ato, nuk rri sekret. Jo, ma jo, kishte forë që rinte atje, kishte një vit që rinte atje, atë pumbën dhe patrullonte atje. Mund t'i gjesh këto video sepse dalin çdo vit këta veteranët protestojnë. Protestojnë edhe thonë që akoma nuk është bërë drejtësi, sepse nuk është pranuar që ne janë vrarë shokët qëllimisht. Po. Mirë Kastrioti. Dhe akuzojnë qeverinë amerikane, se thonë na ka shitur ajo. Të falenderoj për bisedën, edhe unë falenderoj për bisedën. Ta mbyllim këtu. Edhe një herë të nderuar shikues, dua të kujtoj që mos harroni të bëni subscribe kanalit ton, nga unë Alfred Sako, natën e mirë në emisionin e radhës nesër ditën e martë.